juve që jeni të ri, unë quhem Fationa. Do t'ju lutesha të bëni një subscribe, like dhe share edhe një comment në fund të videos. Sot do bëj një video që do t'rregoj çfarë do gatuajmë për Bajram, por si fillim dua ta përzi pak si tip vlogu. Dua ta përzi me duke treguar veshjen e Bajramit. Si fillim se çfarë do veshim për Bajram dhe çfarë dhuratë i kam për vetes dhe Kataleas për Bajram. Do t'ju tregoj fustanin e Leas dhe i kam marrë këtë fustanin e bardhë për t'ja veshur ditën e Bajramit. Të pëlqen? Është i bukur? Ja, bukur. Bukur. Hik tani te niti. Niti e ka një të bardhë, atë që keni parë teksin e Twiku. Kjo vinte edhe me pantallona. Të voshla odër desë në zë. Ka dhe shami. I kam bërë dhe vetes, pra doja që këtë vit të vishesha bukur për Bajram. Dhe bleva këtë. Nuk e di si quhet kjo, po është si tip fustani që vishet si për rrobave. Fustanet e grave muslimane janë shumë shtrenjta. Kjo bënte 65 pound, edhe unë që i thash, po është hera e parë që unë blej. I thash diçka të tillë. Sa të ma bësh një ullje, edhe ma ulli 25 pound për të më dhënë një shtys, për të fut në fe. Nejse, nuk është ky qëllimi. Qëllimi ishte që të dukesha bukur dhe për Bajram, edhe të dukesha modeste. Kjo është pjesa e shamis, vjet te koka. Më lejni një koment se si u duket veshja ime edhe Elias. Edhe për çmimin që ka. Tani do t'ja nisim me gatimet edhe do gatuajmë fli për drekën e Bajramit. Do gatuaj edhe disa gjëra tjera, ta dheu, ca sushi, e të tjera që do t'i kemi të gjitha në këtë video. Dhe sot supozoj që Bajrami do jetë të dielën, kismet zotit, akoma nuk është ndarë, por gjithsesi flia nuk prishet, edhe po bëj dhe darkën për sot. Kam situr mielin, dhe si fillim kam ndezur dhe furrën në 250 gradë. Po, e kam ndezur vetëm pjesën lartë. Tani do të hedhim dhe kripën. Krip, ujë, miell. Në një tas do përgatisim 10 vezë. Vezë. Të dikurshme, nuk i hidhni qumësht, po unë do t'i edhe qumësht. Të paktën çka kam parë mamin tim, që mami im nuk i ka edhe asnjëherë qumësht vezëve. Funksionon domethënë dhe pa qumësht, bëhet shumë e mirë. Nuk është hera e parë që e bëj në sopë. Okej, le hedhim dhe vaj. Ua, ç'ish kjo kështu? Ç'm ka ndodhur? Rrova se u lava në vaj, po e provoj për herë të parë. Unë punoj pa masa, goca, vetëm vezët e di që duen 10 sopë. Brumi duhet jetë kështu, konsistence holl, as shumë e trashë, as shumë e holl. Çka e mesme. Vetën e parë dhe e lyj veç me vaj. Unë tani do haj iftarin, sepse sa u hap. Unë shpoj të gjamia. Pra si që kuptut, një rend me brum, një rend me vaj edhe me vezë. Edhe kështu deri kur të mbushet tepsia plot. Tani do përgatis gjellën për sarmën, ose si e quani ju ndryshe yaprak rushi. Dhe unë e bëj me mish, me oriz, kam hedhur majdanos të freskët, edhe koper të freskët, i kam hedhur edhe ca nene gjik të tharë, se nuk isha të freskët, i freskët dhe ishte më mirë. Është si pas dëshirës punë e nene gjikut, se ka shije pak të rënd. Gjethet i kisha bler, por sugjeroj që t'i lani si fillim, sepse kishin shumë krip edhe u bën pak si shumë të kripura. Sarmat e mia po ishin bosh super të shishme, më i pëlqyen të gjithë. Këtë mbylljen kështu ma ka mësuar Vjera anash, edhe ua sugjeroj ta bëni dhe ju goca, sepse nuk ju derdhet gjella brenda, pra orizi, përbërja që ke mbushur. Një gotë ujë, i vë dhe një pjatë unë përsipër për sigurinë time që mos më hapen, edhe kaq. Tani do bëjmë sushit, këtë pakon e sushit, unë e kam marrë tek Lidl, kishte brenda 2 pak oriz, kishte këtë tapetin që mbyll sushin, letrat e zeza të sushit dhe me një gotë ujë
2 qese të orizit, sugjeroj të hidhni 3 gota ujë sepse nuk mund zi orizi dhe të rini gati orizi duke e përzirë. Tani do presim holca kastraveca dhe më pas do bëj fileto pule sepse dua të mbush dhe me fileto pule. Pasi e zijem orizin do ta vëm në një tas, do t'i thajmë edhe lagështirën që i ka mbetur mirë me një pecet të pastër dhe tani e keni gati thjesht për ta përgatitur sushin. Do të zihemi pulën, do t'i hedh edhe pak erza, unë e kam qef me vigeta. Do të nxjerrim në një piatë të lëm të ftohen, do marrim orizin, kastravecat, një avokado. Unë kam dëshirë ta bëj dhe me avokado, është sipas dëshirës tuaj, mbusheni me çat të doni juve, por dua t'ju them që ja super vlente t'i bëje vetë në shtëpi, se të njëjtën shi e kishin. Tek kjo fleta e zezë, unë nuk e di emrin, do ta hapim orizin mirë edhe perimet do t'i vëm pak 2 cm pak më poshtë. Unë kam vënë pulën edhe kastravecin, do t'i mbështjellim mirë dhe me ndihmën e asaj nuk do t'i mbështjellim komplet, pra atës do ja fusim nga brenda këtë drurin, por nga jashta që të ndihmoj në mbështjelljen më të mirë të sushit. Ky ishte sushi i parë që po shikoni, që po mbështjell, edhe doja të lija të parin. Fati i mirë ishte se kjo drasa e vogël, çfarë mund ta quajmë, këtë tapetin e vogël, kishte edhe vijat e veta ku mund ta prisni, por mua nuk më doli mirë se dilshin shumë të mëdhaja. Sugjeroj që të përdorni thik të mprehtë mirë, sepse nuk është kollaj ta prisni sushin. Nuk e di, po mua mu prish me një thik tjetër edhe po ua sugjeroj që t'i bëni me thik të mprehura mirë. Do i vë edhe pak majonez, edhe salca që i keni aty. Dhe ishin super të shijshme, edhe njerëz që si kishin provuar asnjëherë, mi pëlqyen. I bëmi gati bashkë për Bajram. Sot do vesh këtë bluzë, që ju ma keni parë dhe në një video tjetër, me këto xhinset. Kucet këto. Mja rrova emrin se si e ka kjo, që vishet sipër. Këtë veshje do ta shkatronte një çantë, mendoj unë. Por që jam edhe për këtë çantën këtu. Apo jo. Nuk këtë veshje do shkatronte një çantë. Do i vinte shumë bukur. Pa. Me këtë çantën. Okej. Do t'i them gëzuar Bajramin, të keni pasur një agjërim sa më të pranuar. Lutje të pranuara dhe çdo vepër e mirë që ju keni bërë deri më sot të ketë qenë e pranuar. Bye bye. Pak më përpara ju kam treguar se çfarë vesha për të vajtur në xhami. Vazhdoj me gatimet përsëri sepse kisha lënë në gjysmë. Mbaruar sarmat. Edhe sot kam mishin në furr. Do bëj tavën e dheut edhe ca ushqime të tjera që do të bëj. Për tavën e dheut unë do hedh pak qumësh që të fus mëlçit brenda, t'i lë pak minuta derisa të skuq qepën. Pas do hedhim 3 qep, do i skuqim qepët mirë, do hedhim mëlçin, do hedhim erzat, piper të kuq, piperzi sipas dëshirës. Në një tigan tjetër do bëni gjalpin, pak miell misri, edhe më pas si të skuqni miellin do hidhni 500 gram gjizë ose më shumë gjizë, varet se sa do bëni ju. Unë kam hedhur shumë gjizë, për shkak se do gatuaja shumë tavë dheu. Tani e hedhim të gjithë përbërjen në tenxhere, më pas e kalim tek tava e dheut. Mirë do ishte të kisha nga të tavat e vockla, pra tasat e vegjël do dilte edhe më mirë në tavolinë, por unë nuk kam edhe e bëra në këtë lloj mënyre. Tani do kalojmë tek shëndetlia. Shëndetlia ma bëri kunata, hodhi 4 vezë, 2 lugë sheqer dhe më pas i blendoi. Këto për masa janë për një shëndetlie super të vogël. Hodhi pak mjalt, ajo i hedh me sy, nuk i ka me për masa, gjalp të shkrir dhe i blendon mirë. Sugjeroj një lugë kafe vanilje sa për shije, një lugë sot buke, një lugë baking powder, është plur pjekës. Do t'i hedhni 200 gram miell dhe arrat, e hodhi të gjithë pakën e arrave. Do t'i përzihem mirë derisa të bëhen të njëtrajtshme dhe më pas do t'i hedhim në tepsi, i vëm për të pjekur. Tani do bëjmë shërbetin. Shërbeti duhet bërë para se të piqet shëndetlia, sepse duhet e ftohtë. Le lëm 10 minuta që të ftohet dhe më pas ja hedhim shëndetlijes dhe fusim në frigorifer. Koha për të shtruar tavolinën,
do vendos gotat. Këto gotat nuk janë vendosur për alkool, në shtëpinë time nuk është pirë alkool atë ditë, janë pirë pije energjike dhe të ftohta. Do vendosim pak antipasta, ca gjëra të vogla, sarmën. Kam bërë dhe kërpudha të mbushura, por nuk e bëra video, se e kam bërë në një video tjetër. Nëse doni ta shikoni, shkojeni gjeni, nuk e di se ku është. Vendos dhe sushit, vura dhe mishin, tavën e dheut, që do ishte më lezet me tavë dheu po në pijata, edhe bullgurin. Pjesë të leja. Oh. Are you happy, Anne? Do you like it? Atë pëlqen Do më? you like it? Hajde, Ben. Hajde futhëm ne se sa quj. Go po qallën e të hap halla. Go po qallën. Hajde ta hap. Let's go. Hajde ta hap Anne. Hajde ta hap Anne. Hello, Catalia. Unë jam Rapunzel. Yeah, ta hapim. A big tablet. And you paint bluey. And you paint bluey. Sharing, okay? Here, Tilia. Put your money.